Tuse të vendit, por që lidhen jo vetëm me pjesën hetimore, por edhe me pjesën inteligjente. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar, si çdo javë tashmë kemi bërë një traditë që do ta vazhdojmë edhe në ditët në vijim, ish diplomatin Ilir Çepani, por gjithashtu edhe eksperti i organeve hetimore. Faleminderit Çepani, kënaqësi si gjithmonë që të kam në studio live, do të vijmë traditën tonë. Sot ndalemi pak tek atë që flitet pak në fakt që janë agjensitë e inteligjencës. Sa agjensi inteligjente ka Shqipëria fillimisht dhe si funksionojnë ato? Po. Duke përgjigjur pyetjes, në tërësi agjensitë e inteligjencës janë dy kryesore. Kjo është inteligjenca, shërbimi informativ kombëtar, që quhet në gjuhën ose juridike ndërkombëtare civile, dhe inteligjenca ushtarake. Ndërkohë, si agjensi e inteligjencës konsiderohet dhe policia kriminale, pa quhet inteligjenca kriminale. Pra mu themi që kemi tre. Pra, tre. Ndërkohë, mund të flasim edhe për rolin që kanë në Shqipëri, ajo që jashtë quhet inteligjencë financiare, këtu janë hetimet doganor dhe tatimor. Pra, këto janë agjensitë kryesore që sot janë në Shqipëri. Ndërkohë, neve nuk kemi agjensi të specializuara, si që ka bota, që struktura e akshit në Shqipëri, në Britaninë e Madhe dhe në vende tjera, konsiderohet agjensia e përgjimeve elektronike pranë qeverisë. Pra, kjo agjensi e cila merret jo vetëm me inovacionin teknologjik për mbrojtjen informatike të shtetit, të sistemeve që ka shteti, por ndërkohë është dhe për luftën kibernetike. Pra, i jep favore shtetit, pra, fuqisë mbrojtëse të shtetit, interesave për sigurinë kombëtare, për mbrojtjen dhe politikën e jashtme, për të mbledhur informacione, për t'ia dhënë aktorëve vendimarrës këto informacione. Pra, dhe kjo është një strukturë e veçantë për cilën mund të flasim më poshtë në vijim. Tani para se të fillojmë, duhet të shpjegoj që puna e agjensisë kryesore e Shishit në përgjithësi është një agjensi produktive, e vlerësuar pozitivisht dhe nga ndërkombëtare. Më të mira që kemi, me sa kam parë deri tani nuk ka pasur asnjë cënim, asnjë problem. Por kjo nuk mjafton. Për shkak se rrugës ka nevojë që të përmirësohet kontrolli dhe mbikëqyrja e pavarur nga organet posaçme, nga aktorët kombëtar siç janë organi legjislativ, pushteti gjyqësor dhe ekzekutivi. Pra këtu ka nevojë të ndërhyet në legjislacion, ndërkohë dhe aktualisht si funksionon, që ta marrim ma pasapi bisedën. Do t'i marrim ma pasapi. Dhe reformimi i agjencisë kryesore që është shërbimi informativ kombëtar. Pse diktohen këto nevoja? Po t'i referohemi ligjit mbi shërbimin informativ, është ligji numër 83/91 i datës 28/10/1998. Sot jemi në 2025-ën. Pra kanë kaluar 27 vite. Pra nuk është bërë asnjë ndryshime. Asnjë nuk është bërë. Asnjë, vetëm që ka një riamendim në vitin 2005 për statusin e zyrtarëve në inteligjencën, funksionarëve të Shishi, i cili sigurisht është një ligj shumë i mirë, për këtë gjë, por nuk hyn për të plotësuar procesin e organizimit, të funksionimit dhe të mbikëqyrjes. Pra, kjo agjensi ka nevojë të reformojë ligjin e vetë që ka, por ndërkohë, ky ligj duhet të jetë kompatibël edhe me disa ligje tjera, cilat do t'i përmbledh shkurtimisht. Nëse i referohemi ligjit të Shishit, në nenin 4, në nenin 7, thuhet neni 4, shërbimi informativ shtetëror varet nga kryeministri. Neni dhe nuk jep asnjë shpjegim tjetër, se si varet, se çfarë lloj procedurash ka mbrapa kësaj, këto nuk janë të njohura. Dhe publiku kërkon të di, por ky organ çfarë ligji ka, si garantohet që ky organ përdor në mënyrë të ligjshme mandatet që jepen, si është efektiviteti dhe efikasiteti i agjencisë. Pra, kjo nuk mjafton në nenin 4 që thuhet është varësi të kryeministit. Po ashtu dhe nenin 7 që ka të bëjë me rolin e kuvendit, ku shërbimi informativ kombëtar raporton pranë komisionit